Thash kanë më në sulmue. Tha e di, tha Basajmer, tha po do mi kallëzu këtij poplit kush jam. Të shtëpia tina. Thash se çfarë mi kam të kallëzuar, tha e din ti mirë. Madje Imeri thot se gjatë asaj kohe disa banorë të asaj ane kishin shprehur dyshimet, gjoja se Ademi ishte bashkëpunëtor i serbëve. Nuk kanë lënë gjon pa thonë për thonë. Që ky populli jonë, të thonë kjo është bashkëpunëtori i tyre, pse s'pe njekun, pse s'pe shtin burg, sa nej. Kështu kanë thonë. Që ata që kanë thonë, tash janë të parth që derën nuk ja lëshojnë në rifatit familjes tina. 3 ditë para se me sulmu ata, unë me Adem Jasharin kum najt të shtëpia tina, jo në mrana po jashtë. Edhe i thash, nuk i ki punë të mirë. Çdo natë thash ten ka të shku gjithë natën kur s'naden. Po që se e ka ditë, po më tha Ademi. Do t'i tregoj tha këtij populli kush jam. Për mua e kuptueshme. Ato e kanë shoh jo, po kanë thonë ky çysh si bonën, që qitun katuni kom, baholle kom, që thoj ke edhe që si hovi, që a ditë që i rarën, edhe që si hovi, që se kapin, po dihet që është me ta. Qa si populli jemi na. Vetëm kur vdes, atëherë thot e ka konë burri mirë. Sa ti jesh gjallë, pa marrë parasysh çfarë trimnie, çfarë burnie ke, ai ka me të ignorue, ka me të thonë të kundërtën e asaj që je si në realitet. A më kupton? Për Adem Jasharin kanë folë keq ter e zi shumë. Para se mi sulmue Jugoslavia me gjitha arsenalin ushtarak. Po ashtu, Imeri thot se Adem Jashari dhe familja e tij janë flijuar me vetdije të plotë. Ademi thash, ata me qëllim kanë dashur mu viktimizu për këtë tokë. Edhe mendoj që nxitje kështu që ja ka bon thashë thamat e vetë popullit tonë. Heroikisht, por edhe e nxitje u konë e disa elementu negativ tonë. Që që më të thonë shpion, shtin me ronë bi barut më hedha. Nuk kanë lënë gjonë pa folë një numër i konsiderueshëm ndaj tyne. Ademi tona këto i ka ditë. Mu mi ka thonë vetë. Do t'i tregoj këtij populli kush jam. Thash Adem, nuk paguhet familja, unë e shkum besu që i nala edhe familjen, edhe thmin. Unë e kum mendu që veç aj. Në asnjë mënyrë s'ku mujt me mendue që edhe thmin, edhe gratë, edhe thmin i nalë. Aj asë një, ndoshta si ka nalë me dhunë, po ton i ka sakrifikuar. E në pamundësi për të ndihmuar, Imeri thot se gjatë sulmeve u bë dëshmitari okular duke parë gjithçka që ndodhi. Ka ndodhur këtë këtë rast që ky mullini jam, durbi s'kum pas, veç me sy i kum pa, këtë që kanë ndodhur gjarja, jo detajisht se i ka 2-3 kilometra, nuk mundesh me pa me sy 2-3 kilometra. Durbi për fat keq s'kum pas, as kamerë s'kum pas, masanej i kum pas tona, po masanej kur ty e dashma këse sa dush, u kry dashma. Une e kum pa helikopterin që ardhë afrë që tu, e ka kaluar për Mitrovica, për ku shojke. Helikopteri ullët, të bajt dvram edhe plagosën. Poleqë. 3 ditë ka dalë, pa ndërpremje. Une që tu jëmë konë gjithë të këshyrë për mullini, tonë kanë pasik. Ketë me madhe i vogël, une po të thëmë drejtën, qa që më koni prekun, si njeri, se për me ik, ju më konë, unë i pari, masis së mund është me rrizëtu, ti duhet me ik. Ma mirë me thone këm pas një mësus, i Reza Shatri ju koni i stogut, thëj ke ma mirë me thonë qëre tragu, se sa qëre guri, a? Kur s'ki mundësi me luftue, nuk i arme, duhet me ik. Une për me ik, me konë rëzik, i pari isha ik. Mirë po rëziku nuk ishtë na, nuk ishëm na objekt sulmi, ishin ata objekt sulmi. Ma ne ata nuk shkojshin. Mu djali jam i 4 u shkue dhe nga tyne. Ju ka vra nipi, do nipa janë ardhë me një mu ju ka vra, në livadhe, 2 kilometra afër shtëpie ju ka vra, e tjetër ju ka plague. Djali jam qatë ju shkue, i kanë vra njerëzit kithon knej, kush ka levizi kanë vra? Ndoshta edhe pitute, ata, se
ata i morin masa rigoroze kështu. Nuk e nënqmojmë si na, e marrë kur gjysosht. Këtu popli jonë, i madh i vogël, këtë katuni që në ikë, si pasha, të ikë për Lubaves quhet di katun të një galicë. Unë e disa edhe i kumë shah. Unë kam tërgu njerëzit që na kisha, thash, mirë ja kumë bon. Qa që unë prek, vend që minimume, si shumë në ndërzik, ata të ikë, i madh i vogël, si kur me të njek, njeri me altin dorë, e ti duhet me ikë, se së mund është mirësue. Qashtu kanë ikë, ma holla ime edhe këtë katuni. Këtë kanë ikë. Unë s'kum ikë. Jo që jem kontrim, po e kum di që nuk është të mu kërcnu rëziku mua. Se ishin zonë me ta, jo me neve. Ata nuk e kanë pas objektivin më na sulmu popullatën. E kanë pas objektivin vetëm ata mi sulmua. Edhe arritën. Asë njo që ka shku ndim, hiq. Që ata që i thojnë njëm konë shokane, asë njo që kanë shku hiq. Do e tina, aty u konë me thonë e ka dhonë jetën. Asë njo tjetër jo. Njoja që arejë shoharë dhe kanë plaguë, është bigja i ati Selimit, që është në burë në hogë, mi gjajtina orë dhe kanë plaguë, ajo më ka thonë kush së më ka shtinë ndim. I plagu më keqë konë. Jo kise jo, herën e parë kur ka kërsi, që atër u konë orë. Me një fjalë, ma më rëmenja që na largë jemi realitetit. Nëse ki shok, je për që të ka uzë, duhet me ndihmua, me shku me ndihmua. Asë njo s'ka ndërhy. Se u konë topi, u konë për shku me të lezi, u konë armatim Iran. Po pikrisht që aty ku është Iran, duhet me shku dikush, jo kur është i leta i përballon vetë. Mas të ditë unë ku morë pjesë, mirë po kur që ku morë pjesë të vorët. Jo të vorë, se atë ditë nisen me qelë vorë, e ndalun, di për çka të nesit ju më shkuë, na kanë ndarë në rrugë, na kanë këthyje. Policia e kishën morë. Mbi këshyrje edhe se kanë lanë kërkon me dalë. Atë ditën e parë, po. Unë ju më shkuë, u konë në shtuna asaj e ditë, kur i kanë ekspozue, u konë një lastu shila e ka pas një farplasi, aty i qunë ata, 50 e kushur vetë vdekun, këtë familje dhe ata që e në vdek. U konë një hoqë i Likovqit, Molla Osmanin, që ja kënë gjuhë, ka pas polemika me kësa e majtë. Edhe shkova une, a i pam njoftë, a i shbo kryestar, polic, me bo regull, edhe i thash o hoqë, nuk është punë e jotha kjo, është e citër kuj. Ky nuk u dek, thash, për gjami, po dek për adhe. Tha ti ko ke marxist leninisht, thash po bash jam po be kom Karl Marxin. Migje kom Engelsin. Unë Marxin e Engelsin i njoh shumë mirë, kom dhonë provim. Filozofin ka qenë edhe Marxi e Engelsi pjesë e filozofisë. Klasike dhe moderne. Thash bash jam babe kom